Jemi rikthyer, kam kënaqësinë që të kem në studio zotin Arjan Starova, ish ministër i jashtëm. Përshëndetje, mirë se erdhët, kënaqësi që jeni me ne. Mirësia ime. Të gjithë syt, le themi, vëmendja është kthyer nga lindja e mesme, prej ditësh tani më, sepse konflikti ka hyrë në ditën e 13. 12. Ka nisur të shtunën, por vijon tjetë atëherë ku mendohet që po gjendet një zgjidhje nga ana diplomatike, intensifikohet sulmi. E pam edhe sot ato që ndodhi në ngushticën e Hormuzit. Janë sulmuar luftanijet, duke parë gjitha zhvillime. Luftanie dhe anijet tregtare. Kjo është më shqetësuese. Bllokimi i anijeve, një ndër arteret kryesore të furnizimit global me naftë dhe gaz. Diskutuam dhe kemi diskutuar, e kemi sjellë në vëmendje në mënyrë të vazhdueshme. Por situata e krijuar deri më tani, edhe për masat që ka marrë konflikti. Sa e mundur është zgjidhja apo adresimi i tij? Zgjidhja, arritja e një armpushimi. Tani para se të fillonte kjo luftë, natyrisht që kanalet diplomatike ishin hapur, kur themi ishin hapur dhe tani janë hapur, atëherë ishin të hapur 100%, ndërsa tani janë hapur shumë pak, sepse mbizotron, po themi, ushtrimi i forcës ushtarake, për shumë arsye. Arsye përgjithshme që mund të themi është se ky regjim gjithmonë në shumë vite, sidomos lidhur me programin bërthamor, vazhdimisht nuk i ka mbajtur premtimet ose si ka qëndruar themi marrëveshje që janë bërë dhe me Agjencinë Atomike dhe me shtetet tjera, me Shtetet e Bashkuara, dhe vazhdimisht ka synuar që sipas gjithë ekspertëve, po edhe amerikanëve që janë të parët në këtë, sepse janë më të interesuarit, të përpiqen të shtojnë përpjekjet për të prodhuar armë bërthamore. Kështu që në këto kushte, kur dhe sfundi u dhanë dhe ultimatume që jepni të riqur nga ky program, të riqur nga raketat balistike, të riqur nga eksportimi apo mbështetja e terrorizmit apo grupet terroriste në rajon, po kështu mos vrisni popullin tuaj, nuk ka qenë ky synimi i ndryshimit të regjimit atje e tjerë, po të gjitha këta regjimi i islamik i Iran, siç e quajnë veten ata, ajatollave, nuk i ka qëndruar dhe atëherë diplomacia mori fund, jo në masën 100%, sepse vazhdojnë kanalet e komunikimit, si shton administrata amerikane dhe vetë presidenti Trump, vazhdojnë të mbelen të hapura, po ajo që është kryesorja është ushtrimi i forcës ushtarake. Në këtë botë, por fat keq, nuk do të vinë një kohë, siç tregon teoria për dhe praktika që do të ketë vetëm paqe dhe të ketë konflikte, se është natyrë njerëzore, natyrë në shtetën, interesa ndryshme, njerëz ndryshëm do ketë gjithmonë përplasje. Po gjithsesi, mirë do të ishte që të mos kishte luftë dhe të kishte zgjidhje. Po situata është e tillë tani. Unë nuk besoj që ka ndonjë shans përveç se po të jetë si rufe në qellë kthjellët, që Irani të dorëzohet pa kushte, siç kërkojnë amerikanët. Megjithëse deklaratat e shumë ekspertëve dhe administratës parë thonë që fuqia goditëse e Iranit është shkatëruar shumë. Pra fuqia detare, fuqia toksore, fuqia... Tani, fakti që ata po kanë shtu aktivitetin në Hormuz, madje duke goditur edhe anijet tregtare, duke goditur Dubajin apo duke goditur vendet tjera, Turqinë e tjerë, nuk tregojnë që ata janë shumë të fuqishëm, mund të tregojnë dhe të kundërt, që ata janë shndruar, si që thash dikur, si një bisht plagosur, e cila përpiqet të tërheqë sa më shumë kundërshti dhe të ngjallë reagim në nivelin në rrafsh ndërkombëtar. Të grupe ndryshme se gjithmonë politikat nuk janë një përmarsore, janë shumë përmasa. Unë kështu e mendoj, sepse më duhet ta besoj që gjithë deklarimet e ekspertëve, se kemi shkatruar një pjesë të madhe arsenalit ushtarak të Iranit, janë të vërteta. Unë nuk besoj që këto nuk janë të vërteta. Natyrisht, ata kanë një pjesë, po themi rreth 20% nëse të përdorim shifra, siç thuhet, por kjo 20% nuk e dim se çfarë përmban. Unë para një 2-3 ditësh dëgjova që, dhe po mendoja që lufta është afër fundit, që nga dita në ditë hedhjet e raketave, pra e dronëve, nga ana Iranit janë gjithnjë më pak, që tregojnë që kapacitetet e tyre, si rezerva, si kapacitetet e lëshuese, në instalime janë duke rënë. Pra,
mendoj që kjo është deklarata kryesore dhe fakti që në Hormuz ka ndodhur ajo që ka ndodhur, që është shumë shqetësuese, jo vetëm nga ana ekonomike, po edhe nga ana thjesht e jetës normale ndërkombëtare, edhe tregtisë edhe po edhe shumë aspekteve tjera. Mendoj që përsëri ata nuk janë një regjim i cili mund të mbjetojë. Mua dhe lëvizja diplomatike u takon tyre të thonin tërhiqemi. Unë besoj që po. Irani po dobësohet edhe nga rënja e ndjeshme e intensitetit, gjithmonë flasim për ajo çfarë ka dënuar. Rënja e intensitetit është pasojë e rënjes tyre, e dobësimit tyre dhe janë asjellta. Dhe këto sulmet që kanë qenë duke shënjestruar edhe vende të cilat deri diku konsiderohen vende aleate, siç është rasti i neutralizimit, rasti i Turqisë për shembull, neutralizimit të 2 raketave balistike nga NATO. Për Qipra, nuk e di ku ishin drejtuar, po kam përshtypjen ato që ishin drejtuar drejt Qiprës, po edhe Turqisë. Edhe Turqisë, po, ka pasur të hënën. Ata kanë bërë një lëvizje iranianët me këtë përhapje. Ne kanë thënë që përpara që ne do të bëjmë zjarr të rajonin nëse sulmojmë nga Izraeli, nga Shtetet Bashkuara. Ata kishin bërë një llogari të gabuar, sipas me. Nuk kishin menduar kurrë që sulmi i tyre i përhapur, jo vetëm kundër amerikanëve e Izraelit, po edhe tek vendet tjera, do të ngjallte një reagim të tillë. Që këto vende u bashkuan, solidarizuan me njëri tjetrin dhe madje filluan të bashkërendojnë edhe me Shtetet Bashkuara dhe të mendojnë për të dhënë kundër goditje Iranit. Këta ata se kishin menduar dhe jo më kot para përsëri një 2 dita, se këto zhvillimet kështu janë, dita me ditë, 24 orë, Pezeshkian ka thënë që na falni për këto goditje që kemi bërë, përfshirë edhe Turqinë, sepse Turqia ishte një zë i ngritur në gjithë te korë të fqinjve që do të reagojë, do të presin përgjigjen e merituar. Kjo tregon këtë gjë, që ata nuk e pritin, dhe është një gjë minus për ata, një faktor i cili duhet i shtyjë dhe më shumë, përveç sulmeve ushtarake që bëjnë koalicionit dysh Izrael-Shtetet Bashkuara, që të tërhiqen nga lufta, të tërhiqen dhe të dorëzohen pa kushte. Ata ka një problem të madh, nëse tërhiqen, automatikisht ata duhet të ikin nga pushteti. Dhe nëse ata tërhiqen, automatikisht populli ngrihet në rrugë, dhe kjo dihet tashmë, sepse ai popull është gjakos keq me 10.000 të vdekur në shifrën e vërtet. Do të marrin vesh masi të mbyllet lufta natyrisht, kur njerëzit, gazetarë dhe analistë shkojnë në terren dhe shikohet ashtu siç duhet, po gjithsesi pra situatë shumë ndalikuar. Pra, ata nuk tërhiqen se ruajnë dhe veten, ruajnë pushtetin e tyre. Në mënyrën se si e lexoni dhe se si e interpretoni atë që ka ndodhur, tregon kjo dobësinë e një vendi që ka kërcënuar në mënyrë të vazhdueshme siç është Irani, apo tregon fuqinë e vendeve të cilat Irani ka përballë në këtë Izraeli dhe nuk mund ta shtrojmë kështu problemin. Qofse e shikojmë nga pikpamja e vendit, çdo vend ka fuqi të caktuara ushtarake. Irani si një shtet i madh në popullsi, në burime, po themi në përvojë shtetërore, në organizimet e pavarësisht se çfarë lloj regjimi është, nuk mund të quhet një fuqi e ulët e pakët ushtarake. Është një fuqi rajonale. Pra, tani nuk mund të themi që me që ato si ishin fuqi, ato fuqi ishin, me që si ishin Amerikanët dhe Izraeli i mundën. Jo, mund të thonë që kjo është rrethoj një politike të gabuar që kanë bërë ato për shumë vite, madje për 47 vetë, pse jo. Një politikë që, siç e thamë në fillim, do më eksportonte mbështeste terrorin, përpiqej ta shpallte perëndimin me krye Amerikanët, po edhe Evropën e tjerë si qytetrim, do me thonë, që ecën rrugën e gabuar, vlerat muslimane të vinin mbi gjithë tjera, pra krijonin vazhdimisht konflikt. Dhe në këtë lloj politike, e cila përfshinte brenda dhe dimensionin kombëtar, pra shtypjes kundërshtarëve të vet apo mbytjes të drejtave të njerëzit, ata kërkonin të kishin edhe një mjet të fuqishëm siç është bomba bërthamore, me argumente që janë jo substanciale, se substanciale lidhen me politikën, argumentet ishin që pse të mos e kemi ne me që e kanë dhe të tjerët. Po bomba bërthamore, bomba atomike, ka diçka të veçantë, askush nuk e quan në perëndim edhe ata që e kanë, me përjashtim në njëri që, siç është Korea e Veriut, e quajnë bombët e armë. Perëndimi e quan kufizues, pra frenues,
Pra një armë e cila mirë është mos përdoret dhe synohet mos përdoret. Dhe mund të përdoret dhe në zoti jo, asnjëherë, vetëm në raste ekstreme, siç ka qenë në fund në luftës dytë botërore në gusht 45-s apo jo. Pra, si rrjedhoja kësaj politike erdhi fakti që u ushtru fuqia ushtarake në këtij regjimi dhe sado i fuqishëm të ishte ky regjim, që edhe kjo ka të bëjë, fuqia e Shtetet Bashkuara të Amerikës, teknologjia e tyre ushtarake, po pse jo dhe drejtësia e politikës që bëjnë, bëri që ajo fuqi natyrisht të bjerë, të goditet fort, të dëmtohet fort, edhe pse jo edhe të shkojë drejt minimizimit fare. Kapitullim? Si? Për kapitullim? Fjala që mund thuhet kapitullim apo dorëzim pa kushte e njëjta gjë është, kapitullim. Ku ai thotë surrender unconditionally. Irani dorëzohet pa kushte. Cilat janë kushtet e Iranit? Kushtet i din ata, po ato me siguri ata thonë. Këte kanë artikuluar deri tani që domethënë ne duhet ta ruajmë programin bërthamor për qëllime civile, të ruajmë prodhimin e raketa balistike se na duhen për mbrojtjen tonë, por të gjitha këto me politikën që shpalosur deri tani, dhe jo vetëm të muajve të javëve të fundit, por në shumë vite, kjo është e pamundur. Këto janë kushte të panegociueshme. Prandaj edhe amerikanët thonë dorëzoni pa asnjë kusht. Të gjitha bien programi, gjoja civil, raketat bërthamore, mbështetja atë nuk e përmendin sepse automatikisht nuk mund të mbështesë, ata mohojnë mbështetjen që u bën Hezbollahut, Hamasit e tjerë, po ajo është e vërtet, por sidomos duan shmangin këtë çështjen e regjimit dhe të shmangin vrasjen e mira civilëve, të jenë në shkuptim. Të shmangin komendet për ta që nuk janë aq, po u bën të rrezikshëm, ishin grupe të financuara nga jashtë, e tjerë domethënë nga këto argumentat apo artikulimet propagandistike apo demagogjike që bëjnë regjime të tilla kur vinë në situatë të tilla. Pra, kjo është. Zoti Starova, në situata të tilla apo në konflikte, kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që kanë marrë përsipër rolin e negociatorit, pra e ndërmjetësuesit, por në këtë rast, kur SHBA-t janë të përfshira direkt në konflikt, kush mund ta marrë përsipër rolin e negociatorit? Mund të ketë një rol gjithmonë duke besuar tek fuqia e diplomacisë. Duhet bëjmë dallim tani, negociatorit dhe ndërmjetësuesit. Në rastin e bisedimit të fundit, ndërmjetësuesi ishte Omani. Si një vend fqinj, i cili pak a shumë ndjek një politikë neutrale, jo shumë aktive, vend i qetë, me marrëdhënie miqësore, kuptohet, edhe pjesëtari i anës perëndimore të ngushticës Hormuzit. Pra, sepse ai kepi Hormuzit, pavarësisht se afër Dubait, është pjesë e Omanit dhe shkëputur nga territori, po natyrisht bën pjesë një shtet. E bëri Omani. Tani ndërmjetësuesi është diçka negociatori. Pavarësisht se këta ishin ndërmjetësues, kjo nuk e ndryshon faktin që negociatori kryesor është natyrisht Shtetet Bashkuara dhe Izraeli, se dhe Izraeli është shteti që ka vujtur shumë migurisë politikën 47 vjeçare të regjimit islamik. Mu më ka bërë shumë përshtypjen ditët e para të zhvillimit të luftës, kam dëgjuar shumë intervista edhe të iranianëve, po edhe të gazetarëve iranianë, po edhe popull, izraelit dhe iranianë, cilët flisin, i referohesh një miqësie midis dy popujve, e cila shpresojmë nëse protestat përfundojnë, nëse protestat arrinë përmbysjen e regjimit, të rikthejnë një miqësi të mirë, të shquar, të vlerësuar në të kaluarën dy popujve. Unë jo se nuk dija gjë për këtë, por nuk e dija që t'ishte me këto superlativa dhe vlerësuar kaq shumë. Dhe nga kjo pikpamje, nëse arrihet të bëhet ai ndryshim dhe këta tërhiqen, pra po themi Irani ndryshon politikën me rënien e regjimit ose me dorëzimin e tyre dhe pranimin e gjitha kushteve të pjesë perëndimore, atëherë kjo do të jetë shpëtimi i madh për lindjen e mesme. Në radhë parë, jo nga fakti që ai s'përbën rrezik për ata, po në radhë parë për Izraelin, po edhe për te i tyre, sepse një bombë bërthamore mund të kishte shumë probleme. Po edhe në regjim i tillë i ashpër siç ka qenë ai, sigurisht që mbar gjithmonë rreziqe për acarimin e marrëdhënieve të ardhme. Se marrëdhëniet midis shteteve nuk janë arrin një fazë të mirë dhe ngelen ashtu gjithmonë.
zhvillimet ekonomike, zhvillimet politike, zhvillimet njerëzore, gjithmonë i prishin ekuilibrat dhe prandaj her pas here ka luftra që zëvendësojnë paqen, ka rendri botror, ka prishje 33, ka ndryshim kufish e tjerë, pikërisht për këtë. Pra, nëse ndodhte kjo në lidhjen e mesme me Iranin, ky do të ishte një zhvillim shumë i madh për marrëdhënien ndërkombëtare, për të mos folur pjesën ekonomike, pastaj që nuk dua të bëj ekspertin aty, po pjesa ekonomike natyrisht liroi, vijnë kushte normale, tregtia me një burim ose me disa burime të rëndësishme të energjisë botërore, siç janë nafta, gazi, gjitha ato rajon. Rrezikon Irani në qëndrimet që ka mbajtur, domosdoshmëria për arritjen e një armë pushimi, edhe në ato çfarë ekspertët vënë në dukje, lidhur me ndikimin, lëkundjet apo turbulencat që mund të shkaktojnë në ekonomi, që janë të rënda. I ka krijuar tashmë. Edhe pa diskutim si çelësi apo si shpëtim, le të themi, i kësaj, është domosdoshmëria që ky konflikt të mbyllet. Sigurisht. Askush nuk e do konflikt, jo vetëm për shkaqe ekonomike, po ajo që është më kryesore është për jetët njerëzore, për shkatrim në vlera. Pastaj hyn edhe tregtia e këtyre që përmendëm, pa diskutim. Çdo luftë është e keqe, pavarësisht se ne hyjmë dhe diskutojmë logjikën e zhvillimeve. Pra arritja e një armpushimi, e një dakordësie, duke ditur edhe historikun, kontekstin, që Irani nuk i është përmbajtur edhe negociatave apo atyre fazave të diskutimeve të negociate është përmbajtur marrëveshjeve. Marrëveshjeve që janë bërë. Për shembull, para se të bëjë sulmin qershor, ju e dini që u afruan shumë prodhimit të arritjes e kufirit kritik të pasurimit ujit të rënd dhe arritjes së krijimit të armës bërthamore. Dhe prandaj u goditën atë kohë. Tani ata vazhdojnë këtë lloj përpjekje, më tej, pra vazhdojnë ta thellojnë idenë që janë të pabesueshëm. Dhe ndodhi kjo që ndodhi, kjo luftë që askush nuk e do njëri. Nuk mund të themi që ka njëri, ka shtet qoftë amerikan që kënaqen që ushtrojnë këtë, sepse natyrisht nuk e dëshiron njëri, nuk preferon njëri luftën krahasim me paqen. Qëllimi është që konflikti të përfundoj. Mund të vijë zgjidhja nga brenda Iranit, siç edhe ata e duan e pretendojnë, mund të vijë nga faktorë të jashtëm? Nga brenda Iranit nuk mund të vinte, sepse pam që ndodhi në... Apo mund... Para një muaj e ca, u ngritën, populli pa pasur frikë dhe ata i vranë me mira. Mund të vinë nga jashtë. Tani unë mendoj që sulmet në këtë rast ndihmojnë edhe për ndryshimin e regjimit. Ndonse edhe amerikanët dhe izraelitët e kanë deklaruar që ne nuk kemi pas të synim. Ne kemi pas synim kryesor programin bërthamor, mbështetjen e terroristëve në rajon, grupe terroriste, dhe gradualisht zhvillimet ishin tilla që këta vende, që janë vende demokratike, përfaqësues natyrisht nuk mund të shkelin syrin, të mbyllin syrin përpalla asaj që ndodhi me popullin e vet nga ky regjim. Dhe vetë ju përzien gjërat, për edhe ndryshimi i regjimit. Dhe tani mendojmë që natyrisht një kombinim i këtyre sulmeve nga jashtë që ka dhënë këto rezultate, me një lëvizje nga brenda, mund të çojnë në transformimin, shndërrimin rrënjësor edhe politik dhe politikës brendshme dhe të regjimit në Iran. Por shikojmë sepse është ende me sa duket nuk është kaq shpejt. Nuk do të vi kaq shpejt. Mund të kërkoj ende ca kohë. Rrezikon një konflikt rajonal, por me pasoja globale në aspektin ekonomik? Sigurisht, pa diskutim. Po, shpresojmë që ashtu siç tha vetë presidenti Trump që ngritja e çmimit të naftës e barelës, pra e fuqisë për naftë, pritet shkojë dhe 200, po pritet që të bjerë shumë shpejt. Çështje ditësh, pra ata i masin gjërat më mirë sepse ata kanë makinë ushtarake, ata shikojnë rezultatet e goditjeve dhe duhet jemi të prirur t'i besojmë. Por natyrisht as ata nuk i dinë ndoshta deri në fund, por një gjë është e qartë, pavarësisht se çfarë rezerva shkojnë ngelur iranianëve, unë mendoj që kanë marrë goditje shkatrimtare, shumë të fortë. Dhe besoj që kjo do të çojë edhe tek rënia e regjimit. Po, tani e fundit, lidhur duke qenë se ky konflikt në lindjen e mesme është parë edhe si, le të themi, një konflikt që ridimensionon vendet, krijon një rend të ri botror e kështu me radhë, por impakti ekonomik
është i lidhur me vendimarrje politike. E them këtë, mbyllja e ngushticës së Hormuzit, një nga kanalet apo arterjet kryesore të furnizimit global me naftë dhe gaz. E pranoi, bëri një mea culpa edhe presidenti e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, kur tha që Bashkimi Evropian duhet kishte marrë masa për këtë situatë. Por në kushtet kur marrëdhëniet me Rusinë mbeten ende diplomatike, le themi, problematike. Diplomatike është i vesh llojin. Po, nga ana tjetër edhe kjo situatë e krijuar në lindjen e mesme, edhe domosdoshmëria që të mos ndërpriten 3 miliardë euro ishte dëmi që ishte shkaktuar kompanive. 3 miliardë ca, po, kështu ishte deklaruar sot. Po, deklaruar sot nga presidenti e Komisionit Evropian. Sa mundësi është gjithmonë duke mbetur, sepse ekonomia është që i detyron nga njëherë këto liderat të ndërmarrin vendime që duan apo nga njëherë, po shumë herë. Gjithkohon ajo është thelbësorja. Të gjithë politikat vërtiten rreth ekonomisë, interesa ekonomike, tregjet, burime, tregjet, mallrave të tjera. Sa mundësi ka që Evropa, kontinenti i vjetër, Bashkimi Evropian të futet në negociata me Rusinë? Është dhe kontinenti i ri, që si ngelet gjithmonë i vjetër. Dhe për të rijet, po? Kontinent, në fakt, në mënyrën se si reagojnë ndaj këtyre situatave që gjenden gjithmonë pa përgatitur. I besojnë më shumë pjesës... Ka mundësi që të futet në negociata me Rusinë? Europa? Për çfarë? Për energjinë? Po, naftën edhe gaz. Tani, kjo lidhet me një telefonat apo një komunikim që ka bërë para një dite e gjys, presidenti Trump e Putin ka dalë nga ky komunikim i kënaqur përgjithsisht, pra mund të bëjmë diçka, por dihet që është në stilin e negociatave apo stilin e të folurit publik të president Trump, që gjithmonë përpiqet të inkurajojë atë negociatorin, kundërshtarin, konkurrentin, le ta themi si të nuk e di, është e vështirë sepse sado që mund të flasim ne për mundësirat e një marrëveshje me Rusinë, është në përkëm një gjyle e madhe, është lufta në Ukrainë. Kjo pengon europianët, kjo pengon Rusinë, kjo pengon edhe Shtetet Bashkuara. Duhet të mbyllet ai luftë. Presidenti Trump ka thonë do të donim që të mbyllet qershor, nuk e dim, po të mbyllet qershor mirë do ishte. Natyrisht do të mbyllet me pak dhimbje, sidomos nga ana e Ukrainës, sepse këta pësuan agresionin, nuk ishin ata që nisën luftën. Pra unë jam pesimist për këtë lloj marrëveshje, për sa kohë vazhdon lufta në Ukrainë, vazhdojnë të vriten njerëz, vazhdojnë të dëmtohet vendi, vazhdojnë të ketë shkatërime. Shkatrime nuk janë vetëm për Ukrainën, edhe për Rusinë. Vriten njerëz, konsumohen, le të themi, vlera ekonomike, por natyrisht skrahasohen fare vuajtjet që i shkakton vetes regjimi Putinit me ato që ka pësuar Ukraina. Mi të gjitha jetët njerëzore që po edhe paqja dhe prishja edhe këtyre elementeve, pra rrjeteve të komunikimit apo të shkëmbimit ekonomik, dhe jo vetëm energjia, por në gjithë drejtimet. Kështu e shikoj të pamundur, sepse si mund bësh marrëveshje me Rusinë, ndërkohë që vazhdon lufta në Ukrainë. Pastaj, ku do ta çojmë këtë debat që është bërë deri tani? Atë debat, jo, moralin. Morali është tjetër gjë. Morali është gjithmonë e drejta me atë që është kundër luftës, po të gjitha ato përpjekje që ka bërë Europa dhe Amerika për qenë pavarur nga Rusia, madje edhe duke kritikuar për mua, jo tërësisht pa drejt, si? Shtetet e Bashkuara ja kanë dalë në këtë drejtim, them, sepse i kanë ulur ndjeshëm varësinë nga importet. Po flasim për Europën, se pyetja juaj ishte për Europën. Pra Europa është përpjekur të shkëputet nga varësia, dhe nuk mundet tani në kulmin e luftës me Iranin, apo në kulmin, apo kur ende lufta në Ukrainë s'ka përfunduar dhe nuk duket që ka shenjat qarta, ata t'i kthejnë një marrëveshje. Nuk shkon, as logjikisht është, prandaj jam pesimist për këtë. Nuk shkon. E qartë, mirë. Sigurisht janë zhvillime të cilat përditësohen nga minutin në minutë. Mbetet për të parë, për të ndjekur se çfarë do të ndodhë, dhe duke besuar gjithmonë që diplomacia do të triumfojë ndaj armëve. Tani nuk mund themi që diplomacia
fakti që diplomacia triumfon ndaj armëve ka marrë fund. Kjo faqe është mbyllur. Është mbyllur. Tani diplomacia vjen e imponuar nga armët, sepse dhuna po ushtrohet. Diplomacia që kishte për të bërë, duhet e kishte bërë në Gjenevë. Ndoshta edhe para se të shkonin ose duke shkuar në Vjenë, po shenjat ishin tilla që ata nuk kishin ndërmend të pranojnë asnjë kusht, as programin bërthamor, as për mbështetje ndaj grupeve terroriste në rajon apo proksive, siç i quajnë tani të palëve të treta që veprojnë në emër tyre, as për le të themi qëndrimin ndaj popullit vet apo raketa balistike etj. Kështu që pranej u lan dhe bisedimet e Vjenës. Sepse nuk ishte asnjë shenjë që tregonte, po këtë do ta pranojmë këtë mas, fare. Atëherë ideja doli ne të vazhdojmë bisedat, të vazhdojmë negociatat diplomatike, ku nuk ka asnjë shans. Kemi bërë 3-4 për t'i marrë se gjëra kryesore, se brenda një takimi, negociate gjithmonë ka shumë ecejake, shumë kontakte. Pra, mund të flasim për 3 takime të tilla në Man, në Zvicër dhe nuk e di dhe, por për shumë takime në kuadrin e këtyre bisedime. Por të tëra nuk krijuan asnjë lloj shprese se mundet të arrijmë diçka. Kështu që hyri. Tani, nëse arrihet diçka, do arrihet vetëm si rezultat i imponimit me forcën ushtarake. Është qartë. Kështu e lexoj unë pak. Unë ju falenderoj, kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës do të jetë sërish nesër në orën 16:00. Deri atëherë, mirë u takofshim.